Deshta me diskutu çështjen e shpifjeve të gazetarëve ndaj teje. Ka pas shumë shpifje, janë marrë shumë me ty. E në zgoga, kështu imami skandaloze në zgoga, bile edhe me ullësën tënde ku ullësh i mban derset, janë marrë, auton. Pse mbretërore stili u konë, auton. Kjo periudhë ka qenë një periudhë jashtëzakonisht jo e lehtë për mu, po mu më vjen keq për familjen time, prandaj përfitoj nga rasti dhe i kërkoj ndjes familjes time. Normal edhe ato kanë qenë për shkak se ata janë përsekutu padrejtisht. Lutë Allahun te barekuhu te ala që ato më shumë se një dekadë ka qenë një fushat e fokusuar rreth aktivitetit ton. Lutë Allahun te barekuhu te ala që spaku krejt ato të thënat të pavërteta dhe ato gënjeshtra që janë thënë dhe janë përcjell të na shërbejnë inshallah taala si pastrim në këtë botë. Nuk kisha dashur shumë të ndalem të ky kapitull, por me do e mos duhet të ndalem tek një 2-3 elemente. Prej vitit 2011 e deri në diku në fund të vitit 2022 ka pas një fushat sistematike, ka qenë e koordinuar, ka qenë e porositur, e dim fare mirë nga kush, qysh dhe si, por me kohë, ndoshta jo në kohën e dur, pak me vonesë, por më mirë vonë se sa të lihet krejt, na kanë udhëzu njerëz e sinqert që ne t'i drejtohemi për gjitha këto shpifje gjykatave, dhe ne kemi disa procese gjyqësore, një proces në gjykatën themelore në Prishtinë për shpifjet dhe të pavërtetat kundrejt gazetarit Duriçi, e kemi fituar, tani është në apel, nga se ai ka të drejtë të apeloj vendimin për çfarë rasti bëhet gjykatës. Ka qenë një mori shkrimesh që s'dua të ndalem të harxoj kohë se nuk ja vlen, por është më rëndësi që gjykata themelore në Prishtinë ka ardhur në përfundim dhe i ka jap epilog asaj padije se ato janë shpifje dhe janë të pavërteta, edhe pse shumë herë disa prej gazetarëve jo profesional në emër të shprehjes së lirë, në emër të investigimeve, në emër të gjërave publike të cilat ju interesojnë opinionit, ata i japin vetes së drejtë të merren, por po te kalojnë ato limite të cilat nuk duhet të te kalohen, po ashtu e kemi edhe një proces gjyqësor me gazetarën Gjara, ku të them të drejtën jam i habitur pse vendimi nga gjykata themelore në Prishtinë nuk ka ardhur në favorin ton, por ne e kemi apelu rastin dhe e them me plot gojë dhe me vetdije të plot se ky vendim është marrë padrejtësisht dhe është indikuar nga qarqe të ndryshme, nga se edhe gjykatësia në fjalë ka rënë në ndikimin e faktorëve të caktuar, nga se gjatë seancave duke u zhvillu procesi gjyqësor, kemi pas mysafir të paftuar, mysafir ndërkombëtar, kur edhe gjykatësia është habit, kur ju ka bo pyetje dhe ka thonë kush jeni ju dhe kënd ju e përfaqësoni se s'kemi marrë paraprakisht lajmërim se ju do të vini këtu dhe do të keni interesim për një rast gjyqësor, dhe unë kam qenë i bindur dhe vazhdoj të jem i bindur se apeli do ta thot të vërtetën, nga se shpifjet e Gjarës janë shumë të ronda, janë aq të ronda sa që prap po them jo vetëm on, por shumë njerëz të cilët e kanë njohur rastin përse afërmi janë habit, nga se gazetarja Gjara pretendon se ne kemi qasje në prokurorinë dhe në policinë e komunës së Pes dhe ata me ne ndajnë të dhëna në konfidencë, e pastaj ne nëpërmjet atyre të dhënave që neve na i ofron prokuroria dhe policia, ne i shantazhojmë
imamet e moderuar sipas gjarës. Ne nuk njohim imam të tillë. Pastaj është një shpifje tjetër jashtëzakonisht skandaloze kur ajo thot se kinse un kam një grup në pej të cilët në mënyrë brutale i rrahin dhe i maltretojnë pjesëtarët e besimeve të tjera. Kjo është shumë e rëndë, kjo është një e pavërtetë e madhe që e tejkalon emrin e Enesit, e tejkalon institucionin e Bashkisë Islame në pej, por kjo i shkakton jashtëzakonisht një dëm të madh imazhit të shtetit të Kosovës. Asnjëherë në komunën e Pejës, kur aty është prezent edhe Kfori, ka qenë edhe UNMIK-i deri në kohë të caktuar, edhe OSBE-ja, organet e drejtësisë dhe organet e sigurisë tonat vendore, për 25 vite apo 26 vite pas luftës në Pejë, në komunën tonë nuk ka ndodhur asnjëherë dhe kur që ndonjë pjesëtar i besimit tjetër jo islam të rrohet në mënyrë brutale. Do thot, janë edhe disa shpifje tjera, por unë habitem me gjykatësen e rastit se si ka arrit të gjitha këto ti tejkaloj. Do thot, këto janë gjëra të cilat si thuhet është shkru e zeza në të bardhë. Të gjitha këto i ka shkru me penden e saj jo profesionale gazetarja Gjara. Prandaj unë shpresoj dhe pres që apeli të thot fjalën e vet, jo për Enesin, nga se edhe një qytetar më i rëndomt kur lexon, nga se ajo me gazetën e saj Zëri ka qenë në rolin e si thuhet ajo fjala gjahu i shtrigave, domethënë ka qenë roli i saj dhe ka abuzu jashtëzakonisht shumë si kryeredaktore me këtë gazetë, prandaj unë nuk e kam personale asnjëherë, por nuk mund të heshtim përballë të pavërtetave dhe përballë gënjeshtrave skandaloze të cilat ajo është mundu në agjendën e saj, nga se tani më çdo gjë është e qartë, ajo ka qenë një aktere që ka qenë pjesë e një agjende që ajo e din fare mirë cila ka qenë ajo agjendë dhe mbar opinioni jonë e ka kuptu se agjenda e saj ka qenë një agjendë për plot dëshpërim. Absolutisht. Më kujtohet si sot hoç në atë kohë kur ishte ajo e luftoi ke islamin radikal, terrorizëm, kujt diçka. Patar në Shkup me bo intervistë me Hoxhën Bekir Alimi, edhe kujtohet si sot mikpritin që ja banëm ne asaj. Bile kish marrë me vete edhe djalin e saj. Bile e cek me një intervistë, këto ditë e ka bo një intervistë ku e cek, thot, ishim në Shkup, dhe më thonë, atë shumë kumë reziku, ishim në Shkup të një imam radikal për Hoxhën Bekir e kishte fjallën, sa që atë shumë rezikove e mora dhe djalin me veti, që nuk ishe vërtet, Hoxha Bekir, edhe një intervistë shumë të bukur, që ajo kur nuk e ka publiku, bile atë shumë ishte me sjellje të mirë ndaj saj Hoxha Bekir, sa që i preferoj djalin të çoje në kopsh zoologjik në Shkup, me që kopshti zoologjik në Shkup është shumë i njohur. Dhe sjellje, unë e shifsha pjanë është Hoxhën Bekir atë shumë sillte mirë ndaj Armanaxhorit, mirë pa ajo e kthai me gënjeshtra dhe Po pikrisht sunullah, dhe më thotë, mu më vjen keq që edhe disa kolegë tonë në Kosovë, të cilët nuk ju kanë adresu gjykatës për shpifjet dhe të pavërtetat që janë thënë prej vitit 2010 deri në vitin 2022-3 afërsisht, edhe tani ko pas kohë, por tani më opinioni publik është ngop, nuk po flas tani për emra të përveçëm, por po flas për gjithë ata gazetar apo gazetare, se gazetaria është një mision dhe është një profil jashtëzakonisht i dobishëm kur ajo është në shërbim të mirës dhe të vërtetës, por kur gazetaria e merr rolin e gjahut të shtrigave dhe bjen në diktatin e agjendave të caktuara, atëherë ajo nuk është mo gazetari, por është diçka tjetër. Prandaj
unë nga ato vitet vështira që i kam përjetu, por edhe familja ime, por edhe institucioni i Bashkisë Islame, nga kjo përvojë modeste i kisha sugjeru gjithë kolegëve në veçanti, por edhe të tjerëve që në rastet e caktuara të mos hezitojnë dhe menjëherë ti drejtohen gjykatës, nga se kjo është rruga jon e vetme që ne mund t'i edukojmë ata apo ato të cilat guxojnë dhe të i kalojnë ato limitet profesionale dhe thojnë të pavërteta dhe thurin shpifje dhe gënjeshtra. Pra, apel nga Hoxha Enes Goga ndaj hoxhallarëve kolegëve, kush mirët me ju, kush ju nguc me një herë në gjykatë.